demokrat, opozitar dhe opozitare të pranishëm në këtë shesh dhe kudo që jeni sonte, të dashur shqiptare dhe shqiptar, kudo që ndodhi sonte. Përshëndetjet e mia më të përzemërta për ju, misionare dhe misionar të pamposhtur dhe guximtar të kombit shqiptar, të pranishëm sonte në këtë shesh beteje dhe për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Të nderuar drejtues të Partisë Demokratike, partive aleate, të nderuar deputet, të pranishëm në këtë protest. Vëllezër e motra, do ta nis këtë fjalë me një mesazh që këtë javë të tmerruar nga protesta jon e kaluar, mediat e qeverisë bën gjithçka ta vendosin në harres. Mesazhi im është ky: sot ne jemi në kilometrin e fundit, me ndihmën e Zotit, asgjë s'do ta ndalë drejt fitores tonë. Sot ne jemi para triumfit të madh. Shumë kujt, triumfi mund t'i duket ende larg, kur sheh udhkryqin në cilin ndodhet Shqipëria. Por miqtë e mi, opozita që kemi bërë së bashku vitet e fundit ka qenë padyshim maraton jo e lehtë. Thuaj një kalvar maraton e mbushur me dhunën e narkoshtetit, presione dhe izolime orwelliane. Ndaj presione dhe izolime orwelliane ndaj nesh, por dhe një qëndres stoike, sakrifica të dhimbshme nga ne. Ishin vitet një përballje tegër me regjimin e narkodiktatorit Maduro, biri një xhelati që firmoste varjen e kundërshtarëve politik dhe që përdori të gjitha mënyrat për realizimin e projektit të tij, Shqipëria me kallp opozit apo Shqipëria pa opozit. Ai bëri gjithçka, përdori burgjet, përdori trillimet, përdori manipulimet, lobimet e korruptuara, por ja ku jemi sot në të fortë se kurrë. Në udhëtimin ton, që në kilometrat e parë, ne ju dëshmuam shqiptarve dhe botës se projekti Shqipërisë pa opozit apo kallp opozit ishte turpi tyre, ishte turpi historisë, që ne të gatshëm për çdo çmim kur nuk do ta pranonim. Në këtë udhëtim ne u ngritëm si Feniksi nga hidhi dhe nga izolimi me i thellë arritëm në kilometrin e fundit si forca politike me mbështetur nga shqiptarët dhe partit si motra në mbar botën. Arritëm në kilometrin e fundit pasi plagosëm për vdekje bishën narkodiktatur dhe u dëshmuam shpresa e vetme e sigurt e shqiptarëve. Zoti ju bekoft.
Në udhimin tonë epik, ne ju provuam shqiptarve dhe botës se jemi të pamposhtur dhe se sot në kilometrin e fundit jemi më të fortë, më të vendosur se kur në ekzistencën tonë, me punë, me vështirësi, me sakrifica, me presione të shumë llojta, por sot jemi mbledhur masivisht në këtë protestë madhështore, secili nga ne duhet të rikujtoj ato që ne realizuam së bashku hap pas hapi me qendresën tonë, me mbrojtjen e të vërtetave që besojmë gjatë kësaj opozite të vështirë. Në këtë udhtim, duke qëndruar të palkundur dhe sy me sy me narkoshtetin, në mbrojtje të vërtetave tona, të vlerave të lirisë, ne siguruam 7 rezoluta ndërkombëtare, 7 rezoluta që të gjitha partive të spektrit ton, që qeverisin vendet më të lira, më të fuqishme të planetit, dhe që de facto e kaluan Partinë Demokratike nga forca politike më izoluar në forcën në opozitën me mbështetjen më të madhe të gjitha kohërave në arenën ndërkombëtare. 7 rezoluta që damkosen para shqiptarëve dhe mbar botës Ramaduron si armikun më të egër të pluralizmit politik dhe votës së lirë të shqiptarëve, narkodiktatorin që ndërtoi në Shqipëri, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, si kryeministrin që plaçkit dhe grabit i papërmbajtur, qytetar shqiptar, si Trubillovicin, e spastrimit të heshtur etnik të shqiptarëve nga Shqipëria, duke vërtetuar kështu se Partia Demokratike jo vetëm është partia qendresës pamposhtur, por njëherazi partia realizimit të pamundurave për kombin shqiptar. Partia vizionit të sotëm dhe të ardhmes të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Të dashur miq, në udhtimin tonë të vështirë, ne vazhduam punën për të përmbushur një tjetër premtim që u dham shqiptarëve, mbrojtjen e votës dhe fal punës tuaj të ndershme me vetmohim, fal dokumentave tona, fal përkushtimit dhe persistencës, arritëm që raporti ndërkombëtar ose BODIR-it sot është dokumenti, ligji ndërkombëtar që fakton se Edi Rama shndroi zgjedhjet e vitit 2025 në një farsë të shëmtuar elektorale. Përpjekjet e lobimit korruptiv të tij për të parandaluar këtë raport dështuan plotësisht. Miq, jo vetëm kaq, por ne në fakt këto vite u përballëm si asnjë opozit tjetër në Europë, jo vetëm me një qeveri autoritare, por me keqja e të gjitha të këqijave, ne u përballëm me një qeveri organizat kriminale të kryesuar nga Ramaduro i Europës. Dhe de facto e drejtuar nga klanet më të rrezikshme, më të fuqishme të marijuanës, kokainës në Europë dhe në botë. Miqtë e mi, ne u përballëm këto vite me sundimin e krimit dhe drogës, me urdhrat, vendimarrjet e saj. Ne u përballëm me një propagandë që 24 orë mbi 24 orë mashtron, trillon, manipulon shqiptarët. Ne u përballëm me një sundim të medjave
nga narkoqeveria që po adaptojnë një censur të tmerrshme ndaj opozitës. Ne u përballëm me glorifikimin e të keqes, demonizimin e të vërtetës, demonizimin e opozitës. U përballëm me një qeveri kriminale që vjedh miliarde e miliarda euro nga taksat dhe pasurit publike dhe vjedhjet e saj i shtron në vota, votat i shtron në vjedhjet të reja. Miqtë e mi, nuk e bëj pa qëllim të rikujtes të këtyre viteve të fundit, por e bëj sepse pas kësaj maratonet e gjatë, opozita ka arritur tani pikrisht në kilometrin e fundit, përpara triumfit të saj, dhe këtu nuk do të kishim arritur kur pa bërë punën që kemi bërë, pa arritjet që përmenda, pa patur si parti të vërtet opozitare Partinë Demokratike, pa mbështetje ndërkombëtare që kemi sot, pa dokumentat që disponojmë, që faktojnë farsë elektorale. Misioni ynë, shpëtimi i Shqipërisë, do mbetej thjesht një aspirat pa mundësi reale për të konkretizuar. Ndaj dhe njëherë të dashur demokratë dhe demokrat, nuk jemi kur aty ku ishim, nuk jemi më në rrugë pa krye, nuk jemi në mjegullnaj, por jemi në kilometrin e fundit, jemi në agun e triumfit tonë.